نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Falëndrimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu, I cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e drejtë dhe të vetme të pranuar, na shpalli Kur'anin udhërrëfyes dhe na dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona të përzemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Të nderuar, ne sot në këtë pjesë të ligjëratës do të kemi në trajtim emrin e bukur të Allahu xhaleshanuhu El Muqsit, që do thot ai I cili mban drejtësinë në mes robërve të tij. Edhe pse si emër konkret dhe tekstual nuk përmendet në Kur'an, por përmendet në hadithin e gjatë të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilin e regjistron Imam Tirmidhiu, ku tregohen 99 emrat e bukur të Allahu xhaleshanuhu dhe aty tekstualisht përmendet emri El Muqsit. Ndërsa në Kur'an tërthorazi përmendet në surën Ali Imran, ku Allahu xhaleshanuhu thot Shahid Allahu ennehu la ilaha illa hu. Thot nuk ka zot tjetër përpos tij. Dëshmuan thot melekët dhe ulul ilmi qaimen bil qist, dhe dietarët, dhe Allahu xhaleshanuhu është ai I cili e mban drejtësinë. Kur jemi te fjala qaimen bil qist, Imam Taberiu në tefsirin e tij thot se ky ajet dhe kjo pjesë e ajetit tregon se Allahu xhaleshanuhu është ai I cili mban drejtësinë në mes robërve të tij. Po ashtu ulemat kanë thonë se ky është ajeti I vetëm ku Allahu xhaleshanuhu tregon për drejtësinë e tij absolute ndaj robërve të tij. Allahu xhaleshanuhu e ka ndaluar pa drejtësinë në mes robërve të tij. Dhe thuhet në një hadith kutsi të cilin e regjistron Imam Muslimi, ku Allahu xhaleshanuhu thot: e kam ndaluar pa drejtësinë ndaj vetës time. Pra vetës time ja kam bërë të ndalume pa drejtësinë, zollumin. Dhe pa drejtësinë thot e kam bërë të ndalume edhe në mesin tuaj. Andaj mos I bëjni thot zullum njëri tjetrit. Nga ky hadith I pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam kuptojmë se Allahu xhaleshanuhu e ka ndaluar pa drejtësinë për vetveten e tij dhe nuk lejon që ajo të praktikohet dhe të zbatohet në mesin e njerëzve, pra që njerëzit t'i bëjnë pa drejtësi njëri tjetrit. Po ashtu, Allahu xhaleshanuhu, nëse ne do t'jemi prej atyre të cilët e mbajnë drejtësinë, qoftë ajo edhe kundër vetvetes, siç thot Zoti në surën Nisa, se të jeni të drejtë, qoftë ajo edhe kundër vetes tuaj, kundër prindërve tuaj, po qoftë edhe kundër akrabave tuaj, të jeni pra që e mbajni drejtësinë. E nëse do t'jemi besimtar të këtill, që do t'jemi të drejtë në çdo situatë, ta mbajmë drejtësinë pa marrë parasysh se ndaj kujt bëhet fjalë, po edhe ndaj vetvetes, pra nëse është e thënur që njeriu të pësojë ndonjë dëm material, por duke e mbajtur drejtësinë, më mirë pra t'i japë përparësi drejtësi, sepse Allahu xhaleshanuhu kërkon prej besimtarëve musliman që ta mbajnë drejtësinë. Dhe kështu thot edhe në surën Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allaha yuhibbul muqsitin, pra Allahu xhaleshanuhu I don ata të cilët e mbajnë drejtësinë. Pra, nëse dojmë ta meritojmë dashurinë e Zotit, nëse dojmë që Zotit na doje neve si besimtar musliman, atëherë ta mbajmë drejtësinë në mes nesh. Sepse nuk është e mirë, nuk është veprim I duhur që njeriu të bën pa drejtësi ndaj dikujt, qofshin ata musliman, po qofshin edhe jo musliman, po Zoti na ndaloi pa drejtësinë edhe ndaj kafshëve dhe shtazëve dhe gjallësave tjera. Pra, besimtari musliman e mban drejtësinë ndaj çdo sendit. Pra, besimtari I vërtet dhe një besimtar I mirë
mundohet të jetë i dobishëm, mundohet të jetë i mirë dhe mundohet të jetë i drejtë në çdo situatë të cilën e kërkon Allahu xhaleshanuhu. Po ashtu, Allahu xhaleshanuhu e lypi që të jemi të drejtë në momentet më kritike kur njeriu është në gjendje të vështirë, po edhe në gjendje të vështira ne ta mbajmë do thot drejtsinë. Edhe siç ka thënë Imam Gazaliu, se ky emër i Allahu xhaleshanuhu duhet që ne ta zbatojmë në vetvetet tona, duke mbajtur drejtësi ndaj gjithëve dhe duke largu zullumin, qoftë ne mos i bëjmë zullum dikujt, po edhe nëse e shohim zullumin duke u kryer nga dikush, mundohemi ta pengojmë dhe të ndalojmë përhapjen e saj. Inshallah, Allahu Teala të na bëjë të mundshme që ne si besimtar musliman, sidomos në këtë muaj të Ramazanit, të jemi të drejtë, ta mbajmë drejtsinë dhe ta luftojmë padrejtsinë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.